Kryeministri Edi Rama komenton situatën e rëndë të përmbytjeve në Shqipëri nëpërmjet podcastit të tij dhe jo përballë gazetarëve, siç ndodh në çdo vend, duke deklaruar se përmbytjet kanë ndodhur në gjithë rajonin e Mëgjër dhe se nuk është si pasojë e dështimit të pushtetit lokal e qendror që nuk kanë marrë masat e duhura. Një gjendje atmosferike e zgjatur dhe e rëndë, e cila nuk ka prekur thjesht Shqipërinë për ndonjë arsye të lidhur me vendin tonë, nga ato arsyet që zihen në 700 tenxheret politike e mediatike të Mezhlisë shqiptar, por ka prekur një hartë të tërë, nga Italia në Greqi, nga Malizi në Kosovë dhe deri lart në Serbi, në Kroaci dhe nga Maqedonia e Veriut e deri në Turqi, ku Stambolli përjetoi një situatë filmash apokaliptik, ku i njëjti i ftohtë, i njëjti shihet, e njëjtat bordë, të njëjtat përmbytje dhe bllokime kanë krijuar të njëjtën situatë psikologjike për njerëzit. Një mas ajri e ftohtë nga veriu është përplasur me ajër të ngrohtë dhe të lagësht nga mesdheu dhe ka krijuar pikërisht këtë vorbull atmosferike mbi Europën Juglindore, duke sjellë rreshje të vazhdueshme dhe temperatura të ulta. Kryeministri deklaron se reagimi i qeverisë së tij ishte më i miri, duke deklaruar se kjo është si pasojë e investimeve prej miliona eurosh. Unë jam shumë krenar për faktin se në çdo situatë emergjence ne jemi më të gatshëm, më të përgatitur, më efikas. Fal investimeve masive që kemi bërë gjatë kësaj dekade, rreth çerek miliard euro në infrastrukturën e kullimit dhe të mbrojtjes, si dhe fal investimit në strukturën e emergjencave civile që sot kanë skuadra të stërvitura, pajisje bashkëkohore dhe çdo vit më shumë mjete. Rama u shpreh se me të përfunduar vlerësimet e dëmeve nga përmbytje do të bëhen edhe dëmshpërblimet. Dua të përcjell përsëri të dëmtuarve nga kjo goditje e fatkeqësisë së kësaj here, se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrimi ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Puna jonë intensive nuk mbyllet me përmirësimin e situatës së motit, por do të vazhdojë me riparimin e dëmeve në infrastrukturë dhe të çdo dëmi në familjet e prekura nga uji. Presim rezultatin përfunditar të verifikimeve për të kaluar në fazën e dëmshpërblimeve. Kreu i qeverisë kritikoi qytetarët, të cilët hedhin plastika nëpër lumej apo kudo nëpër rrugë, duke theksuar se qeveria do të marrë masa deri edhe në ndëshkime. Prurjet marrëmendëse të plastikës nga lumej në këto raste janë të frikshme, janë të neveritshme, janë kriminale në kuptimin e plotë të fjalës. Hedhja rrugëve, shisheve dhe qeseve plastikës, të ishte ky vend jo atdheu yni përbashkë, por një kosh plerash në një territor që s'na përket, me cilin s'kemi lidhje, kudo ku na teket lëshojmë si lopa bajgat mbetit dhe konsumit ton, është diçka që e mbulon tamam me bajga flamurin e pavarësisë son si shtet. Gjithë secili të ftillohet, sepse kjo që ndodh dhe ajo që i bëjmë ne Shqipërisë duke hedhur një shishe plastike apo duke hedhur një qese plastike në rrugë, ka vetëm një fjalë që e përkufizon: krim.